Jemi drejt për së drejt i mi që ora 7:01 do të jemi së bashku në dy numrat e telefonit 042344 720 dhe 069 670 24. Do të fillojmë pa humbur kohë të mirëpresim telefonatat tuaja miq për t'i adresuar ato, për t'i ngritur zërin tuaj tek shkojnë sa më shumë lart dhe tek veshët atyre që duhet të dëgjojnë në këtë vend. Pa humbur kohë presim telefonatën e parë për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët, ju përshëndes. Juroj për jeni një gazetari shkëlqyer, Lumaja nën qika dhe Lumaja familje. Faleminderit. Si puna juaj të ishim deputet, zoti Patrik. Shumë gazetari janë shumë të mirë, të dëgjojmë emisionet, dhe juve të vjeni deputet. Jo të pa fytyra që na i vun prapë. Tani futem në temë, kam një hall. Nga burri, gjyshi i burrit, me fjalë baba i vjerët, ka qenë i persekutuar, ka qenë në burg 15 vjet, dhe tani ne kemi marrë 2 këste, presim këstin e 3. Po do pyes për këtë, ka dalë një ligj që gjyshi ka pasur mall atëre. Po, për mall. Dhe tashi na ka dalë një ligj që duhet të bëjmë dokumentat për të marrë të na kthyen në lek ato. Pra, për të dëmë shpërblyer, jo vetëm për vitet e burgut, por edhe për të kompensuar mallin, pasurinë. Po. Okej. Tashi Sekunati po merret, ai ka dalë që një tudhim të lekët të persekutuar janë për pasurinë dhe ka vajti ka kadastrat edhe të hipoteka, ato ai që sa i ka thënë që keni marrë tokë, po pa i tha Kunati, mi bjerë ato vërtetimet e tokës. Tani unë do të pyes juve, ata që kanë marrë tokë, i takon kjo dëm shpërblimi? Nuk e ditë nga sepse toka, nëse ka qenë tokë kur i është sekuestruar dhe ju është dhënë tokë, sigurisht që kjo zbritet nga ajo që duhet të merrni. Por nëse është sekuestruar mall, pasuri, para, etj, nuk besoj se konvertohen sepse drejtën për tokën e kemi pasur gjithë barabartë në 751 tokë neve. Jemi në fshat dhe kemi fituar nga 751. Po këto lekët po them që tani të gjithë janë të persekutuar kanë tokë si puna jonë. Se ne që kemi tokë. Shko, po toka, se këtë po mundoja të shpjegoja. Toka na ka takuar gjithë në bazë të frymës 91-shin, 92-shin, 93-shin, ku është ndarë toka me 751-shin. Dhe njësoj keni marrë ju, që keni qenë familje persekutuar, po themi, po e ndëshkuar, njësoj kemi marrë edhe ne, që s'kemi pasur ndoshta lidhje me persekutimin, po e bëj thjesht fare. Dhe nuk e di, nëse ka një ligj për të kompensuar qytetarët për atë çfarë është marrë dhe çfarë është konsumuar nga pushteti, sigurisht nuk ka lidhje me tokën. Toka na takon me drejtë, është në drejt kushtetuese. S'ka lidhje fare. Nëse na takon, unë do të pyes juve të interesojnë. Megjithatë, atëherë, sigurisht për të mos dhënë një përgjigje të cunguar dhe sigurisht të nxituar, atëherë po them, do të kërkojmë menjëherë sot pas emisionit informacion se çfarë parashikon ligji. Ta marrim ligjin dhe ta shohim dhe t'ja interpretojmë edhe ju dhe sigurisht pyesim edhe ekspertët e fushës. Po ta dëgjoj nesër në një. Patjetër. Sot mund të pyesni, ja? Po, dakord. Prandaj u mora. Okej, faleminderit shumë. Megjithatë, logjika e ftohtë thot ajo që është sekuestruar është një mall ekstra që është sekuestruar, toka është ndarë në bazë 751-shit dhe secilit i takon pajisjet me tokë kush jeton në fshat. Po, prandaj po them se gjithë kanë marrë tokë, se mos të marrë atë që e ka marrë gjyshi. Shteti atëherë që ishte. Këtë isha duke pyetur. Mirë, dakor, do të interesohemi, sigurisht do të pyesim për këtë çështje. Faleminderit shumë zonjë, shumë e rëndësishme në fakt të shpjegohen to, se prandaj themi se tani kemi dëgjuar që është bërë ligji dhe kanë shkuar të interesohen. Tani, për shembull, nuk është publikuar, nuk është thënë fort se çfarë do të bëhet me pasuritë e sekuestruara gjatë kohës së komunizmit, pra bëhet fjalë për pasuritë nda toka etj, të cilat kanë qenë atëherë pra qëllimi kryesor i regjimit komunist për t'i ndëshkuar kulakët në atë kohë, kështu quheshin. Pa humbur kohë presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Në emisionin, është hera e parë që marr. Me kënaqësi, mirë se erdhët. Unë vej këtu në kombinat, në rrugë të Elçit. Po kemi në shtetësim mall, kemi 3 muaj si as i piku nuk kena në shtëpia. Po si ka mundësi? Çfarë ka ndodhur? 3 muaj se mirë dakord këto me thatësirën e fundit, po ju çfarë ka ndodhur që ka 3 muaj se 3 muaj nuk është thatësira, apo jo? 3 muaj nuk ka problem thatësira këtu, po është komplet kjo afër këtu fabrikë shtullave dhe s'ka ujë fare. Pse mos shkon fabrikë ujë më? Jo, fabrika është. Edhe fabrika është pa ujë. Si e falimentuar me si qena nafto. Okej.
Po çfarë ka ndodhur në dijenin tuaj? Çfarë ju thonë? Lavazhi përpara ushton çdo ditë. Ujë sa dush, kurse na s'kemi as pikë. Qartë. Po çfarë ka ardhur bashkia, është interesuar ujësjellsi, çfarë thotë? Cila është arsyeja që jeni pa ujë, zotëri? Na thot, s'kana qa bëjmë, s'ka ujë, thot atë depozitat lartë, janë depozita në kodrë atje. Qartë. Pa të depozita që është sipër. Po. Qartë. Se si bëhet, halët tjera kemi qinë, po kjo është halë. Po, mirë, dakord, mungesë të ujit, u kanë sjellë në autobot për t'ju furnizuar me ujë periodikisht paktën. Asnjëherë. Paktën na kishim prunë në autobot këtu, në fund rrugës sjellë. Po pas u tha që për zonën që nuk do të ketë ujë, tha ujësjellsi dhe bashkia tha do të ketë një ndihmë nga ana e institucioneve me autobotet, të cilat janë vendosur në dispozicion nga bashkia edhe nga ushtria. Ju nuk i keni parë, dhe mësot dhe nuk e keni shijuar një pikë ujë për këtyre. Na e blem çdo i ditë po e di kjo 5.000 lekë për të pesa, është një post aty, edhe na vjen me dëmduma e blem 5.000 lekë. Për me lava për bajo. Po pra, kuptoj, se ujtë pishëm bën edhe më shtrejt. E kana vlerë gjithmonë. Qartë. Okej, mirë, atëherë t'ja adresojmë, ja e dashur bashki, i dashur ujësjellës, ku e keni, si ka vijuar edhe dia aksioni dhe sigurisht mirë bëhet për të ndërprerë pra lidhjet e palishme që shpërdorojnë ujin. Zotëria tha kemi lavazh aty përpara dhe gurgullon ujë aty, ndërkohë që në shtëpi kanë 3 muaj që nuk shkon pika e ujit dhe autobotet mungojnë në rrugën e Qelqit, në zonën e njohur pra si kombinat, besoj gjithë e dini me një kombinat. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, Patrik. Po mirëmëngjes, mirë se erdhët, ju përshëndes dhe unë. Desha të bëj një pranësi me çfarë parë që të marrë. Po, me kënaqësi. Tu nga Durrësi po flas. Po. Megjithëse ne jemi të ndërgjegjshëm që këto punimet dhe investimet që bëhen me rast të fushatës janë për ta sytë. Po, sinqerisht, kanë për dëshruar dhe është e dhimbshme që të hudhen parat e taksapaguzëve pa pikë përgjegjësie. Është rruga këtu nga tregu i makinave për të kisësh në Vlasit, që është një rrugë që është shumë e qarkullueshme, që vinë besimtarë nga gjithë rrethet, nga gjithë vendi, me rast të festash, ditë pushimi, dhe ishte katandis krajt e rruga, dhe në rastin e fushatës, ajo gërry asfalti përpara, ju hodh një cip asfalti, 2 cm. Aty, banorët komunikuan me këtë firmës, dhe thanë që do të boni, do të bëhet një gjokë shumë rruga, tha do të bëhet me trotuare, me qërësi, 5 metra, do të bëhet me ndryqim, me vijim, me gjitha. O, kënaqëm, thash, mëse do bëhet me të vërtet. Kur shikojmë, ato u gërry, u hodhën 2 cm beton, as nuk u bë fare bordurat anësore, u ngushtu nga 5 metra, as 2 gjysëm nuk është, u hodhën 4 makina asfalt dhe u zhduk, unë faktikisht të thëmë të drejten, dyshova që nuk u vendos tabela aty fare që të përmënda. Sa doja t'ju pyesja, u vendos tabel për të lajmëruar tenderimin, investimin, firmën që bën punimet, kohën që duhet bërë punimet, pra inxhinierin zbatues e tjetër asgjë? Nuk bëhet fjalë Patrik. Ajo firmë që hudh beton, ka hudh rrugën e plazhit e ka bërë shumë rrugë tjera. Ajo është firmë potenciale, nuk kam punë në atë firmë. Se derisa ka marrë gjithë tendra, ajo do të ketë potencial të madh. Sinqerisht, Patrik, ju lutem ju, televizionit tuaj, dërgoni, investigoni sepse është gjyna të hudhet gjitha ajo para, apo është bëj fond dhe është duk të ku ka vajt. Dhe po them, asnjë kanal për të heq ujtin anësor, që të ishit një kanal, një shiume pare që të bjeri ajo asfalt ka shkuar, ajo para këti popullit, ajo taksapaguzit të mirët ata që popullit. Ju lutem, verifikoni këtë, sepse nuk të gjithë flasim këtu, gjithë zona kanë vënd duhet kokës, prisni diçka të madhe dhe është diçka shumë qesharake. Okej, është shumë rëndësishme kjo, të falenderoj vërtet, absolutisht që duhet parë dhe ndjekur këto investime, fillon që tek marrja në dorëzim, se tani përderisa e thuhet dhe banorëve ju është thënë,
tani për arsye elektorale apo jo, ne nuk e dim, po ju është thënë banorëve që kjo rrugë do të jetë kështu dhe do të investohen kështu pra taksat të qytetarëve shqiptarë, se nuk erdhi firma ta bëjë për shpirt të vetë, pra për kishen. Po e ka bërë sepse i është tenderuar dhe ka marrë parat e taksa paguesve shqiptarë për ta bërë atë rrugë. S'ka rëndësi. Firma ka punën e vet dhe e bën ashtu siç mendon ajo se është më mirë. Por kemi institucione, kemi shtet që i marrin dorëzim të rrugë. E kemi thënë disa herë dhe vazhdojmë ta themi. Nuk merren dot në dorëzim dhe këtu është faji i shtetit. Pra, i bashkisë në rast apo i Ministrisë Transporteve, ku diun kush e ka detyrimin për t'i marrë në dorëzim rrugët dhe thuhet, po, kjo rrugë i ka standardet për cilat ne kemi investuar, kemi dhënë 200 milion lekë për këtë rrugë, po e marr shifrën kot, dhe pra vërtetohet se këto 200.000 lekë janë përdorur, janë hedhur në këtë rrugë. Nëse jo, mos i merrni dorëzim, ktheheni mbrapsht punën. Kjo është praktika, kjo është normale zbatimi i ligjit, nëse duam zbatojmë ligjin. Dhe prandaj marrin qytetarët pastaj ankohet zotëria për gropat që s'janë mbyllur në mes Tiranës dhe që makinat shkojnë e bëhen copa, ankohet për rrugën në kishës Shënavlashit, zotëria që morin telefon dhe thotë që është hedhur vetëm 2 metra asfalt dhe nuk është bërë asnjë kanalkullimi pra asfalti, e kemi hedhur në prua, kot. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëserat, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje edhe juve. Po. Jam njëna Gjus Nablora. Po, me kënaqësi. Në radhë parë ju përshëndet emisionin. Faleminderit. Radhë dytë dua të thoshja një çik për ata që po hajen ata të Partisë Demokratike kush do vej kryetar. Dakor. Se më pëlqeu kjo fjala po hahen. Po hahen. Që kush do vej, ke parasysh. Dakor. Ata janë një lloj si vinë të gjitha majta përveç Josefina Topallit. Nuk dua të futem në politik, po dua të thosha vetëm me kaq. Partia Demokratike nga erdhi, nga stres erdhi. Erdhi nga një stres për shkak që ishte Sali Berisha, sekretar partie, u bë komandanti i Partisë Demokratike, sepse duhesh të futësh pluralizmin se s'bën, sepse gjithlindja u kthye. Kështu që tek neve është e ndërtuar vetëm me komunizëm. Kaq. Nuk ke asnjë të përndjekur në parlament. Parlamenti që kaloi asnjë deputet. Përveç se një Josefin që të tjerët ishte gjithkujt. Kështu që mos hahen fare ata, të qojnë një më radhë, kot. Okej. Sepse nuk ka ardhur e djatë e Mirfill, ku është e djatë e Mirfill, ku më zvënd, ku janë ishtë përndjerë politikë që nuk po duket varë, akoma po i gjenjë do të varët, akoma ata që janë rarë. Pronarët e tjerë me radhë sila. Kështu që janë ata si Rama, edhe Gama, njësoj janë të gjithë. Sigurisht. Në fakt të bëhet dallimi dhe ju keni drejt, pra për një forcë politike djathtë të bëhet dallimi tek konceptet ekonomike etj. Jo kështu, jo dina çada, jo putun çada, jo nam tani ministra. Okej. Mirë. Falenderoj, shumë faleminderit për mendimin që ndat me ne. Në fakt, një djathtë, nëse duam ndërtojmë një të djathtë në këtë vend, është koha që vërtet të mendojnë për këto shtresa që përmendi zotëria. Çfarë do të bëhet me pronarët, ish-përndjekujt, se vazhdojmë të jemi një histori 27 vjet më pas, vazhdojmë të flasim për pronar dhe ish-pronar. Vazhdojmë të flasim për përndjekur dhe ish-përndjekur dhe akoma nuk është zgjidhur sot e kësaj dite. Sigurisht, nuk mund presim nga një qeveri e majt, flas për këto shtresa që t'ju zgjidhin këto probleme. Duhet kishte një program të qartë edhe e djathta shqiptare. Ecëm më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes, Patrici. Mirëserat, përshëndetje. Atëherë, kemi bërë denoncim, bëjmë prap denoncim te Ora News, se kemi, me gjatë kemi respekt në ratë të parë dhe dim që na zgjidhni. Atëherë, problemi im qëndron këtu. Burri im ka punuar që në moshën 15 vjeç, 16 vjeç, 17 vjeç ka qenë në ferm. Dhe i ka të gjitha dokumentuara në arshivin e Vlorës. Pasi u lirua nga ushtria, 79-80, në 81-shin ka punuar në minier, 20 vjet, deri në 2000-shin. Doli ligji për trajtim të veçantë të minatorit. E përfitoi këtë. Pasi përfitoi këtë, pas 15 vite që doli prap ligji për të dalë minatorët me 23 vite pune dhe 55 vjeç,
I bëri të gjitha dokumentacionet që i morin, jam në rrethin e Fierit, sa rova të toshe që jetoj në Fier. U morën dokumentat, u bën të gjitha verifikimet më se e thash, doli në pension. Pas 1 vit e gjysëm, pension, që ka marrë pension pleqërie, i thonë që nuk ke atë pagesat e viteve që ka punua në ferëm, 76, 77, 78, ku në arkivin e Vlorës, këto ekzistojnë. Pra po të për 3 vite. Po, dhe janë të dokumentuara, po nuk gjënden listë pagesat. Atere, dhe edhe viti 2015 dhe deri në 2017, që burri mori pensionin e pleqëris, i thonë që jetë debitor. Edhe për ligjin që ka dalë atere për trajtimin e veçantë. Falë, për çfarë është debitor? Pra, sepse janë kategorizuar të 3 vite dhe tani ndalin që nuk gjenden. I thonë kështu, jetë debitor edhe për vitet që kanë zirë shteti ligjin atere për trajtimin e veçantë të minatorit, edhe sot që zonjat e Fierit, se kështu është, populli militant dhe pa shkollë, që nuk din të sqarojnë. Jemi më të aftë me populli, se sa këto që kanë vënë atje. Dhe i thot, jetë debitor dhe për vitin 2001 dhe në 2015 për trajtimin e veçantë që ishte... Pra, sipas logjikës këtyre, trajtimi veçantë është marrë gabimisht nga bashkëshorti juaj, nëse e kuptova drejt dhe kërkojnë që t'ja mbajnë këtë trajtim. Po, me ligj, ka dalë 2001-shin. Ose nuk e kuptojnë ato ligjin dhe nuk e interpretojnë siç duhet, ose është shmendur ligji se është bërë gabim. Dhe edhe një gjë, kur sigurimet shoqërore i kanë marrë të gjitha dokumentat e burrit tim. Janë verifikuar tamam se erdhën nga Vlora në Fier, nga Fier i shkuan në Tiranë u verifikuan, erdhën prapë nga Tirana në Fier dhe u verifikuan, dhe u plotësua kjo. Ky do më tek dokumentacion dhe është i saktë. Shumë dakord. Po për çfarë arsye thot Instituti i Sigurimeve Shoqërore në Fier që duhet të ktheni parat, pse sipas tyre nuk e ka përfituar? Edhe për 2001-shin, o Patric, më dëgjoj, edhe për çfarë ka populli, dhe për 2001-shin dhe në 2015-ën thot ajo, dhe në 2015-ën dhe në 2017-ën je debitor që nuk të takonte pensioni. Po pse pra, se këtë nuk e kuptoj, pse? Që nuk ekzistojnë në shtet. Vetëm për këtë listë, për këto 3 vitet e famshme. Jo, ato 3 vitet. Ajo diskuton dhe këtë 2001-shin. Koptova, okej, pjesën e dalë, në momentin kur ka dalë në... O Patric, listë pagesat e vitit 76, 78, 79 që burri im ka emri, ka marrë vërtetimin nga arshivi, është emri, po nuk ekzistojnë listë pagesat. Ku t'i gjejtë populli këto listë pagesat? Dhe ligjin e 2001-shit, më kupton se qa kuptan. Nësa ligjin 2001-shin që doli për trajtimin e veçantë të minatorit, i ka edhe ato 76, 77, 78, se 79-80 ka qenë ushtar, dhe 81-shin ka firmuar në minjerë. Doli ligjin e 2001-shin për trajtimin e veçantë të minatorit, është ligj, sepse ka shkresa. Edhe të gjitha këto dokumentacionet u paraqitën i ka marrë vetë zyra, në mënyrë zyrtare, detyrimisht, sigurimet. Dhe tani ajo i zgjedh debitor, nga 2001 deri në 2015-ën, që ky ka marrë trajtimin e veçantë të minatorit, dhe po ashtu e zgjedh debitor dhe 2015 dhe 2017 që ka marrë pensionin vetë. Mirë, dakord zonjë, qëndroni pak lind. Po, qëndroni lind, kemi numrin tuaj telefonit, që ta diskutojmë dhe ta adresojmë problemin përziri, po. Të lutemi gazetar, nuk kemi ku të përplasemi, nuk ka shtet. Dakor, e kuptoj. Nuk ka shtet. Sa është më i zgjuar populli nga këta militantët që vanë. Të lutem, po presim përgjigjen tuaj. Dakor, qëndron linj, të lutem, qëndron linj që të kemi numër telefonit, ta kuptojmë pak më drejt dhe t'ja adresojmë drejt shqetësimin. Pra, tani, për interpretim, me sa e kuptova unë dhe për mos zgjedhjen e një listë pagesash që e ka detyrim institucioni ta gjejë, paktën përdesa ai ka disa prova dhe tani dihet që në atë kohë punë do kishe, ti verifikohen dhe sigurisht tani ti mbahen, se i bie ti mbahen shumë para, pra, që nga në 2000 sa deri tani janë shumë para, pra janë rreth 10 vite të cilat duhet i dëm shpërblej zotëria dhe janë problem shumë i madh për qytetarët. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirëserit, përshëndetje, faleminderit. Saluat. Mirë, po ju. Mirë, në Tirana po ju telefonojmë. Po. Kam një shqetësim, lutem. Është se kam ngritur edhe herë tjetër lidhur me çështjen e linjës së autobusave që zëfill nga Instituti deri në uzinën e autotraktorëve.
E kam të shqesin çështjen e orareve që asu zgjidhe, asu bë, po përveç faktit tjetër tani është dhe verë dhe nxehti po shojmë gjithë. Po shqetëson fakti që kryetari i bashkisë hypën në autobusat që realisht funksionon në rregull, me qoftë me orare, qoftë me cilësinë e shërbimit sa i përket komisionerëve. Ama në të li nuk po dim tani arsyen si qëndron puna, po. Në fakt, për këtë linjë kam bërë edhe një denoncim publik, sepse janë shumë njerëzit që ankohen për oraret, për kushtet, për gjitha pra ngarkesën e madhe me njerëz që ka dhe mungesën e investimeve. Pra, merren 400 lekë për bilet, por nuk kthehet asnjë gjë në investim dhe i kemi kërkuar disa herë bashkisë ta shoh këtë linjë. Është vërtet për të ardhur keq që bashkia nuk dëgjon në këtë drejtim. Po ku tani, subjekti quhet Albatrans, se janë bashkuar dy subjekte, një është Albatrans, tjetri nuk ja di emrin. Po ditë mi gjë që paguajmë vlerën e biletës aq sa kanë dashur ata sepse bashkia luajti lojën e tyre. Pakut në ofroj shërbim, nuk i përdon autobus valla. Është se në fakt është ky problemi, unë falenderoj shumë që shumë nxehtë, nuk ka komisioner, nuk ka kushtet, këto janë kushtet themelore. Okej. Të falenderoj shumë, faleminderit për telefonatën, është një problem shumë i madh në fakt, ka një gjithmonë ndodh kjo, nuk e di pse ndodh, se ndodhi me hapësirat publike, sul bashkia, shumë mirë bëri, i përzuri ca kohë, tani janë kthyer gjithë në rrugë dhe pra nisin me aksione, 2 ditë, 3 ditë, 1 muaj, harrojmë. Edhe kjo punë e autobusave, u bë bileta 400 lekë, pati një monitorim të bashkisë, nëse do të kishte zgjidhje të kushteve për cilat kërkuan të rrisnin biletat pikërisht operatorët e transportit urban në Tiranë. Dhe çfarë ndodhi? Pas 2 muajsh, askush nuk i kontrolloi më dhe kanë këto probleme. Kemi probleme me oraret, me ngarkesën, me kondicionerët, nuk i ndezin, njerëzit po bëhen si sardele në për autobus dhe nuk ka zgjidhje. Pastaj, sigurisht, kryetari i bashkisë kur hipen autobus, ja hapin vendin, ja hapin dhe bëjnë gati një autobus e gjejnë për ta hipur kryetarin e bashkisë, se kështu funksionon, pra gënje ka funksionuar gjithmonë. Gënje dhe shko gënjeshtra bëhet mullar dhe fillojmë ta besojmë pastaj gjithë ne. Ecim më tej presim tjetër telefonata. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes, Sotri. Mirëseret, përshëndetje. Gjë, po da, të shëna bisedu pak për punën e zgjedhjeve në Partinë Demokratike. Po, më patjetër. Ne kena 25 vjetë që e njohim Partinë Demokratike. Jena simpatizant të saj, po problemi është se Lul Basha është një nga ata që ka një nga dritarja. Ka plot aty që ka një nga dera në Partinë Demokratike. Vje Luli, futet nga dritarja dhe bën qatë donaj. Është i problema, valla, se ky Luli, që në embrion, që kur ka fut në PD, është akuzuar për shumë gjëra, a kupton? Ka dhënë edhe prova. Është bërë kryetari i Bashkisë Tiranës, ka bërë asnjë gjë për Tiranën. Unë nuk e kuptoj se kjo komulje ka që modhe për ne mojt këtë Parti Demokratike Luli. Që mos them që është më i riu dhe në kuptimin vulgar po them është adoleshent në Partinë Demokratike. Partia Demokratike don po që kjo se privon nga e drejta për të pretenduar, apo jo, fakti që je i ri. Absolutisht. Dakor. Absolutisht. Dakor, mirë, dakor. Kena nevojë të kanë, po është problem. Nëse është puna për paraqitje për me marrë fotografinë e Lulit, aty Luli është më i bukur. Dakor. Po në çast mohabeti për me bëu diçka për Partinë Demokratike, e për me investu për Partinë Demokratike, po jo me këto konjunktura që po kemi shumë akuza, jo drejto familja Lulit, jo i shumë të kunoti Lulit, jo i shumë të ne nuk kena jetu në Alaska, ne dim, këtu kena jetu. Ne e njofim mirë Partinë Demokratike. Problemi është se Partia Demokratike do një adapt. Do një njëri që ka dhënë për Partinë Demokratike, do një njëri që ku di unë nuk e kuptoj fare, domethënë këtë komunën kaq të madhe të Lulit për me ndajt Partinë Demokratike. Dakor. Okej. Ai të rrinë si antar i Partisë Demokratike, po jo në boksu të konjunktura, të gjona, ku di unë. Dakor. Okej. Sepse Luli që në momentin kur ka bo marrëveshjen me Aminorën 2 natë, më shef thash ai dita e punë si Luli ka bo i far marrëveshje me ata. Kështu që më rrim se Partia Demokratike jam i djathtë me shpirt, por problemi është se kështu nuk funksionon, a kupton? Kuptoj. Okej. Mirë, të falenderoj, faleminderit që ndat me ne mendimin tuaj. Sigurisht është edhe çdo mendim është i hapur i lirë për të dhënë edhe për zgjedhjen në Partinë Demokratike, se mund të thotë dikush është një proces i një partie, ashtu siç mund të jetë edhe për parti tjera. Por në fakt partitë përbëjnë politikën shqiptare, sigurisht janë të rëndësishme, sepse fati i një force politike mund të përcaktojë të ardhmen nesër. Ecëm më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëseret, përshëndetje.
Shuam jam një taksigjip për këto taksit pirate, më valla. Po. Që të bësh me to? Pse vazhdojnë akoma se sigur kanë vendosur vetëm kompani tani? Vina bën kashulli e konkurrent. Kam shku në bashki, kam shku në polici, kam shku komplet. Që të mëse pune. Kuptoj. Pra, po nuk ka si kontroll, nuk ka si ndërhyrje, nuk veprohet. Jo, s'bot fjalë, nuk bot fjalë sigurni. Qartë. Po në këtë të Alidemi, është shumë problem, adhe. Ja, pra, për flisin për zonën e Alidemit. Po. Okej, mirë. Faleminderit për denoncimin, sigurisht ky është denoncim për bashkinë, por në fakt e disava herë tani kjo historia e taksive pirate apo taksive pa licencë, sepse ka njerëz që paguajnë licencë dhe janë duke shërbyer sigurisht në bazë të taksave dhe atyre detyrimeve që paguajnë shteti. Por për shtetin, duke nisur nga bashkia deri tek institucionet e tjera, çdo taksi që punon pa licencë dhe pa paguar pra asnjë lloj licence në bashki do të thotë shmangje e detyrimeve, sepse ata punojnë, nxjerrin fitime, po nuk derdhin asgjë në shtet. Kaq kuptoni, nuk ka rëndësi pastaj se sa i dëmtoni taksit me licence etj. Pra nuk po i hym këtij muhabeti se nuk ju intereson ju, por po thasim për shtetin. Shteti humbet në këtë rast. Nëse mbështetni këta njerëz, atë keni mbështetur anti-shtetin në rastin konkret. Publicitet rikthehemi pas pak. 7:30 minuta ora, na vazhdon sigurisht pra ne vazhdojmë me ritmin e komunikimit të drejt për drejt në 04 23 44 720 dhe në 069 670 24 janë dy numrat e telefonit në dispozicionin tuaj dashur miq. Pa humbur kohë presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëserit, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Patrik. Po. Unë kam marrë të tjera. Po. Po problemi im nuk po zgjen zgjidhje me gjithë publikimin që po i bëjnë në televizionin tuaj. Po, më thoni edhe një herë kush është problemi, lutem, se tani nuk e bajmë. Po, problemi im po ju nuk e di, domethënë sa t'ju tregoj ju më kujtoni. Po, patjetër. Mua më kanë hedhur një sirpaqe të tokës të madhe. Po, historia e tokës, po, këtu në. Po, 168.690, bravo. Unë të shti, po kërkoj dhe më zgjidhjen time, sepse unë kërkoj... Ka pasur reagim ndonjë situatë cilën sigurisht doni të ndani pas momentit fundit kur folen bashk? Ka pasur në një zhvillim në... Absolutisht asgjë. Në një komunikim? Asgjë. Unë kam dy vendime gjyqje. Po. Dhe më një gjykatës apelit, për të më dhënë dokumentat prokuroria, dhe më dhënë që mi mban Petrit Fushër, kam një vendim të gjykatës apelit dhe një vendim të gjykatës rrethit penale. Po, çfarë thonë vendimet? Më thuaj pak, do më thënë se ndoshta nxitua me herën e kaluar duke folur për pra ndikimin që ju mendoni se ka dhe politika në këtë rast. Por e kam fjalën këtu, gjykata, se thoni dy vendimet të cilat prokuroria i mban peng dhe nuk e di si mund t'i mbaj peng prokuroria vendimet e gjykatës se nuk ka prokuroria është detyruar të zbatojë vendimet e gjykatës. Çfarë thonë dy vendimet e gjykatës, të lutem? Dy vendimet e gjykatës thonë domthonjë që gjykata e apelit i jep problem urdhër prokurorisë, prokurores Daniela Sula çështje. Si ka prokurorisë, po? Edhe zoti Petit Fusha dhe më shkon po se do i marrësh dokumentat në prokuror. Po çfarë dokumentash do të marrë? Aktet të cilat unë kam bërë gjyqin, të cilat unë kërkoj, domethënë në pronën time që ma mohon prokuroria, thot nuk ke pronë sepse po të më japi pronën mua. Do më zbulohet sipërfaqja e madhe që unë kam me dokumenta 380 metra. Edhe këtu të shi, në këtë pronë, në 380 metra është bërë një sipërfaqja e madhe është hedhur në emërtim. Po, ma mohon mua pronën dhe 380 metra me dokumenta që për të mos zbuluar sipërfaqja. Gjykata ka vendosur që ju të gëzoni atë pronë tuajën brenda metrave që ju keni blerë, keni punën tuaj dhe s'keni punë me gjithë sipërfaqen e tjetër. Pikërisht. Kjo është ajo pra që nuk po zbardh dhe nuk po e zbaton pra prokuroria. Kjo është ajo që nuk e zbaton prokuroria. Petrit Fusha bile spori kam shkuar në pas, më thot do ta ndjek çështjen dhe nuk e ndjek dhe e mban aty qëllimisht. Edhe kur unë i kërkoj, domethënë që o zotë në jetër, o qoj në gjukatë është i këta persona që mua kam bërë këtë falsifikime dhe më ka hedhur pronën, se unë duat marrë pronën ti, mos më mba pengë. Do të qoj dhe në gjukatë dhe nuk e mba dhe kur i kërkoj, unë pastaj dhe mënë që sa dite ka fatë edhe pastaj e mbyllë. Edhe kur unë i kërkoj, të lutem i them,
Më jep zgjidhje për këtë punë, ai thotë ka 10 ditë, fati qëllimisht që unë mos ta ndjek në gjykat. Dhe unë ndoja prapë fitova gjyqin. I vajta prapë prokurorit Petit Fusha i tha, zotëri jepni dokumentat se ju i mbani në zyrë, më thotë prokurori çështës. Okej. Ai më thotë që të lutem. Mos i jap, s'duhet, jam shumë atje vendim fondës. Jeni drejtuar një ankesë prokurisë së përgjithshme se nëse nuk prokuria e Tiranës, sepse pesë ankesë kërkesa. Prokurisë përgjithshme, të lutem, prokurisë përgjithshme. Krye prokurorit. Prokurori përgjithshëm i kam dëtuar drejt Llalla kërkesë nuk më ka kthyer përgjigje. S'ka kthyer përgjigje fare. Fare nuk më kthyer përgjigje. 8 vendime prokurorie. Kam të 12 të kërkesë prishje për ndërtimin. Kam dinamit me dokumenta që më kanë dhënë dinamit, kërcënime me jetën, më kanë ardhur më rëmbël këtë edhe shtëpisë. Jo, unë flas gjithmonë për çështjen e moszbatimit të vendimit, pra që prokuria e përgjithshme në këtë rast është detyruar të ndërhyjë e të paktën ta verifikojë denoncimin tuaj, po prokurori thoni që s'ka kthyer asnjë lloj. Jam gati të komunikoj o të mbien mua hekrat, o të mbien mua të parit, o atyre që e bëjnë dhe e fshehin sepse nuk duan ta nxjerrin sepse del prona ime. Po të kërkoj unë pronën time del 168.600 metra që më shërë kuris mua. Bësh pronari i gjysmës Shqipërisë. Kam gjithë belamë për të që nuk ma... Okej, të lutem, shko, të lutem. Jam shumë i qartë. Unë kam një apel, jo për zotërinë, se zotëria sigurisht është i qartë dhe vendimet e gjykatës janë të qarta si që zotëria. Prokurori i Tiranës, zoti Fusha apo prokuroria çështjes Shënësika, të zbatojnë thjesht vendimin e gjykatës dhe me drejtë të zotëria ose ta çojnë në gjykatë e vazhdojnë punë ose t'i japin fund ta bëjnë përgjegjës atë që i takon për të bërë përgjegjës, pra nuk ka rëndësi. Dhe prokuria përgjithshme minimumi që mund të bëjë në këtë rast është t'i kthejë përgjigje zotërisë. Tani këto janë objektet që duhet marrë në konsiderat nesër reforma në drejtësi dhe vettingu i famshëm që po na vërtitet nëpër këmbë kot. Shumë faleminderit për mirë kuptimin zonë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju që e denoncuat dhe në fakt është një rast tipik. Nuk pa i hyrë njerëzve dhe emrave që përmendni zotëria, por rast tipik kur institucionet e drejtësisë nuk bëjnë punën e tyre. Pra, zotëria po kërkon thjesht zbatimin e vendimit gjykatës nga prokuria, sepse ka urdhëruar gjykata prokurin që të kryejë procedurat dhe luhet me afatet. 10 ditë, 5 ditë dhe sigurisht kthehet në zero çdo herë ky proces. Nëse nuk duan ta zgjidhin, mirë tha zotëria, ose t'i japin fund, ose t'i vënë prangat e zotërisë t'i thonë që ti ke abuzuar, por nuk e bëjnë dot këtë. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Unë jam një tregtar ambulant nga Lezhë. Po. Kem një problem jashtëzakonisht të madh, çdo 2 ditë po kërcet funi. Çfarë ndodhur? Ndodh atje se kanë ardhur nga gjitha anët e Shqipërisë, do nuk ka plas tjetër vetëm Shëngjini, kanë zonë një vend atje, takset i paguajmë rregullisht. Si çdo njëri, vend për të shit nuk kemi. Pra, ju po thoni... 16 metra, një tjetëri nuk ka 1 metër, 1 metër e gjysë të vëllim. Pra, ju po thoni... Më fal, ju po thoni që ju tregtarët me licencë, që jeni të Lezhës, po themi, dhe që keni për herë keni bërë këtë punë në plazhin e Shëngjinit, po thoni që ju kanë ardhur dhe ju kanë zënë vendin të tjerë dhe është bërë një më shumë tregtar se sa klient. Nuk më nërvesh i parë i dytin. Bashkia jepen lek në ndora, se si qëndron problemi nuk e di. Kjo është prona ime, është prona shtetit, sot e kam investuar, thotë, nuk ka sa... Mirë po, bëhet dallimi shumë thjesht, dhe në këtë rast bashkia mund ta bëjë dallimin shumë thjesht. Zotëria ju keni paguar taksa dhe jeni tregtar i regjistruar në bashkinë e Lezhës dhe paguani taksat për këtë institucion, taksat vendore. Dhe sigurisht duhet të gjej edhe Patrikun, duhet ta gjej edhe Patrikun që ka nga Tirana, do të shes në Lezhë dhe thotë, prit më fal, hati këtu zotëri, ku i ke ti dokumentacionin që ke një marrëdhënie biznesi me bashkinë, nëse ju ka dhënë bashkia, pastaj është histori tjetër, na seroj këtë punë, nëse ju ka dhënë të drejtën dhe ju ka dhënë licencën për të shitur në plazhin e Shëngjinit. Normalisht bashkia ka dhënë licencën, po në fund fare nuk e di se si qëndron problemi. Ne kemi thash edhe një hall të madh. Nesër më thotë mund do gjobitës nëse nuk gjen vend. Ku ta gjej vendin? Shkoj me tjerë atje, kërcasi të leta. Uni, pse? Pa, pikërisht.
Okej, e kuptova shumë drejt. Atëherë, Bashkia e Lezhës, unë të falenderoj shumë që e ngritet, sepse ky është një problem, kam përshtypjen se do të jetë problem gjitha plazhet, por me që zotëria denoncoi nga Shëngjini. Atëherë, duhet ta zgjidh këtë problem, se të krijojmë konflikte. Mirë, gjithë kjo histori që bëhet një lëmsh i madh aty dhe askush nuk fiton, sepse po të jem 300 tregtar në 90 metra katror, kush do të fitojë? Se nuk do të shesin dot gjithë. Atëherë, për ta zgjidhur këtë problem dhe për të shmangur se do të kërcas si tha Huri dhe Dajaku, tha zotëria, shkoni e zgjidheni. Ai që ka kontratë dhe ka punuar me bashkinë jetë mot në këtë zonë, pra tregtarët e licencuar nga bashkia, të vazhdojnë të punojnë. Ata që s'kan punë aty të hiqin. Nuk ka pse. Me gjithë drejtën e nevojen për të fituar e për të jetuar në këtë vend, duhet gjetur mënyra të tjera. Nuk shkohet i bie në qafë dikujt tjetër dhe kjo edhe në qafë ligjit pastaj, sepse janë probleme që krijojnë edhe konflikt. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Patriko, një gjithëstar në Elbasan jam. Po, mirë se erdhët. Më ngjan, Patrik. Po, ju dëgjoj shumë mirë, mirë se erdhët. Po, kam problem me pensionin. Po? Kam 4 vjetë. Pensionim ka dalë 52.000. 52.000 lekë të vjetra? Po. Po pse, ma shpjego pak. Po, domthon ka numër 3 vjetë. Po si ka numër, I kam libres, nuk mi fusin. Nuk gjinën, ku ti unë nuk gjinën anej. Nuk verifikon, ku, në çfarë ndërmarrje, në çfarë institucioni janë këto vite pune? Në kooperativë bujqësore janë këto 3 vjetë. Kooperativë bujqësore, po edhe pas vendimit të fundit që ka nxjerrë qeveria Instituti Sigurimit Shoqëror më pas se ka futur për zbatim që i lind detyrimi i Institutit Sigurimit Shoqëror të verifikojë këto vite pune, sidomos për kooperativën, pra, që kanë qenë ose me laps ose janë zhdukur borderot. Ju keni bërë një kërkesë tillë, çfarë ju kanë thënë? I kemi bërë kërkesë, tani në fund, tani mas 3 vjetët më thanë që shkon, bëj hap gjyq, po unë me hap gjyq 400.000 lekë, ku t'i gjejmë 400.000 lekë. Po mirë, po ky vendimi prandaj u mor që ju mos hapni gjyq, po t'i gjej Instituti i Sigurimit Shoqëror këto vitet e punës dhe jo të hapni gjyq. Këtë më japin mua tani, i me tani më drejtoni mua, çfarë bëjmë unë? Ju në Tiranë, te Instituti i Sigurimit Shoqëror në Tiranë jeni paraqitur? Jo, s'jam paraqitur aty jam. Atëherë, unë të rekomandoj, sepse sigurisht është mundësia më e mirë, të paraqiteni në zyrën e Institutit Sigurimit Shoqëror, të kërkoni informacion nga ekspertët, është nëndrejtori Ali Emini, i cili vazhdimisht edhe këtu ka kontribuar për të dhënë informacion. Shkoni, bëjni kërkesë atje dhe kërkoni verifikimin e 3 viteve të punës, sepse sa ishin 3 vite punë në mos gaboj, pra që të mos mbeteni i varur pikërisht edhe fatin e pensionin tuaj, pikërisht për një vendim që duhet zbatohet nga Instituti i Sigurimit Shoqëror. Pastaj interpretimet tjera ja u bën zoti Emini, i cili është gjithmonë i gatshëm për të mirëpritur qytetarët që vinë dhe kanë këto problematika. Po. Okej. Faleminderit, shumë faleminderit për telefonatën. Sigurisht janë probleme të cilat vazhdojnë të jenë gangrena e qytetarëve shqiptar. Prandaj unë sigurisht dua ta falenderoj Institutin e Sigurimit Shoqëror që i merr në konsiderat edhe këto shqetësime që ngrihen këtu dhe sigurisht janë derë hapur gjithmonë për shqetësimet që ngrihen këtu. Por shumë rëndësishme e kam fjalën këtu për zyrat rajonale të Institutit të Sigurimit Shoqëror. Bëuni më të qartë, jepni më shumë zgjidhje njerëzve, jo domosdoshmërisht sepse po të vinë se mbeten për të ardhur pastaj për të sqaruar në Tiranë. Po të vinë të sqarohen gjithë në Tiranë, imagjino se çfarë vështirësie krijohet për Institutin e Sigurimit Shoqëror në Tiranë. Por çfarë ndodh? Tani ka një ligj për të shmangur pikërisht që u bë, pikërisht për këto vite pune të kooperativave bujqësore për të shmangur gjyqjet. Se tani nuk ja vlen për një pension kooperative që maksimumi del 80.000 lekë, të shkosh të harxhosh mijëra lek, qindra mijëra lek në përgjygje për të nxjerrë 3 vite pune që në fundit do të shtojnë x lek. Shumë pak shtojnë në pension. Atëherë, për ta shmangur këtë u mor një vendim dhe thanë që do të ketë verifikim të viteve të punës nga Instituti i Sigurimit Shoqëror për të mos shkuar domosdoshmërisht në gjykatë. Tani çfarë pas kemi zgjedhur? Nuk kemi zgjedhur asgjë përderisa zotërisë themi shkojnë në gjykatë se nuk kam ku t'i gjej vitet e punës tani. Vetëm pra është thënë që do të ketë një verifikim. Në kooperativ ishte domosdo për të punuar, nëse nuk kishte punë tjetër, punojnë në kooperativ dhe kjo ishte e qartë. Ecim më tej, do të presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëserët, përshëndetje. Me Patrikun? Po, jemi drejt për drejtë, mirëserët. Përshëndetje për misionin dhe ditën mbarë. Faleminderit gjithashtu dhe ju. Desha të flisa e çik për pasën në televizor, pa të muin për kujtimorën e gjykatës të ambasadës gjermane. Po. Ajo gabin aty zoti Patrik
Njës për është bërë gabim aty 10 vjetë aty. Do të ishte një ambasadë tjetër me sa diu. Në ambasadë tjetër, se nuk është ajo Gjermonit, historia shumë e gabuar, që thotë kryetari i bashkisë. Unë jam një person që e di shumë këtë histori, më mirë nga gjithë. Aty në vend asaj gabimës duhet të vej një memorial për një fëmijë që është vrarë nga kombinati, 17 vjeçar. E vërtetë është kjo. Një Altin Basha, jo gabina e asaj makinës. Sepse për të shpjeguar, Skoda, famshme, është Skoda që goditi murin e ambasadës italiane dhe që shërbeu pastaj... Sa temuna se zoti Patrik, unë jam një person që... Patjetër. Nuk ka skazën të jemi, që kam organizuar të gjithë në Gjermanisë, me gjithë 34 veta të ishin të ndetën nga ana ime, po aty ka hyrë Toskaceli, i pari, është Kurtufi Ramet Pas me të pseudonimin që themi ne, është Bujara Aliko në autobusin ke Greku, është Zhaba ke Maceda Greke, Çeku, Turku, Kuqi, makinave të terave. Se kanë qenë me pseudonime atëherë, kështu thuaj, po. Për të bërë ero edhe shëmi komunizmin Ybotinaku, se shumë gabima, aty duhet në qofë se Elio Velia tani do të shkruaj historinë nga Bishti, të bëjë si doj sa i shkretar, po aty për mua duhet një monument pra të fëmijën që zhvar 17 vjeçarin. Okej. Unë të thotë ero se vetëm ai ka vdekur në muret ambasadës. Shumë e vërtet. Kaq kisha. Shumë e vërtet, unë falenderoj shumë sepse kontributi për të thënë të vërtetën në histori është shumë i rëndësishëm. Se nëse e bëjmë historinë mrapsht, pastaj kështu do të mbetet dhe vendosën gur gabim, pra është si të vendosësh në mur guret mrapsht. Kështu i bie të bëhet edhe historia. Prandaj, e vërtet është ajo historia e Skodës, por jo të muri ambasadës gjermane, është një mur tjetër me drejt të zotëria dhe sigurisht duhet, nëse duan ta bëjnë, sigurisht ka rëndësi bashkia apo kushdo që ta bëj, është historia e 17 vjeçarit nga kombinati i cili është viktima e vetme e ngjarjes në ambasadën gjermane, ngjarjeve pra e hyrjes së qytetarëve shqiptarë në ambasadën gjermane dhe sigurisht besoj se të paktën për atë sakrificë të jashtëzakonshme meriton vëmendje. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Mirëmëngjes, përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Si jeni juve? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Atëherë unë jam nga Fieri. Po? Edhe telefonoj për të vetëm në arsye për banesat sociale, lutem. Po. Çfarë po ndodh me banesat sociale, sepse është folur për një proces që po fillon të vihet në rrugë. Çfarë ndodh se ka shumë ankesa, kush po i merr zonjë banesat sociale, kush nuk po i merr se nuk e di. Banesat sociale kanë emrin, po vetëm sociale nuk po bëhen ndonjëherë. Po. Atëherë në fakt është vërtet ajo çfarë ju po thoni tani në këtë çaste, por unë doja të shpreha, domethënë unë jam një prej tyre që kam aplikuar ka 6 në Bashkinë e Fierit. Po. Edhe është bërë si është bërë, domethënë me listat kam qenë në listë para 3 vjetësh, por domethënë në mënyra korruptive, domethënë mua më kanë hequr, kanë vënë dikë tjetër. Si u ka përcyer ai problem, si vjetun jam njëra ndër ato që kam fituar nga 70 familje. Pra jeni klasifikuar në listën fituese, po themi, të banesave sociale, po? Patjetër. Po? Por me shumë vështirësi, kuptohet domethënë. Kjo gjë. Edhe problemi im tani dhe si jemi gjithë këtyre 75 familjeve. Ndërkohë që si vjet kemi marrë një telefonat dje në fakt se që është vërteta nga Enti Banesa, që për e shortit ditën e martë, me datën 11, edhe për shortin. Short për çfarë? Për ndarjen e katëve. Pra, do më thënë, në cilin katë, cila banes do të bjerë, thash se do të bëj me short, nga këta 75 do të marrin vetëm 10. Jo. Mirë, dakor. Jo. Nga 1575, kuptohemi do më thënë. Atëherë, problemi qëndron këtu që ne në fakt viteve të kaluara nuk është bërë kjo procedurë, ndërsa afati është 25 vjet, 35 vjet, që është për të shlyer, domethënë muaj për muaj këstin, për të shlyer banesën. Ne na e kanë ulur me 15 vjet, që do të thotë që raja do të jetë akoma më e lartë. Dhe bëhet fjalë problemi që unë domethënë them tani në momente është kjo që në fillim na kanë kërkuar që ne të japim disa lekë, domethënë që për 2 milion lekë të vjetra, ose në bazë të, domethënë në bazë të duhet t'i jepni në dorë, pra me një herë. Urdhëro? Duhet t'i jepni me një herë pra këto lekë. Në dorë, në momentin kur merrni çelësa, duhet t'i paguani.
Po, ti kemi këto lek nuk quhet banesë sociale më vëlla. Më kupton? Sepse ne nuk i kemi këto lek që ti paguajmë. Po pse kërkohet kaq lek? Për qëran e sa periudhe? Sa kohë? Jo, nuk kërkohet kjo pjesë, 2 milion lekë, ose 3 milion lekë, kërkohet si garanci, po ne tani ku do t'i gjejmë ato lekë që ne t'i japim në fillim? Kjo është ideja, sepse ne po t'i kemi ato lekë, e ke parasysh, nuk i kam pa t'i jap. Tani, pse është bërë kjo lloj? Është ulur nga 25 në dokumentacion ligjëri. Është 25 e kam lexuar vetë, domethënë është 25 deri në 30 vjet. Është ulur 50 vjet, që i bie kësti, domethënë edhe një herë se po e përsërisim. I bie që me 15 vjet do paguajmë një këst më të madh në mujore. Po. Tani, problemi që ndron këtu, pse është vënë kjo, domethënë 2-3 milion lekë të vjetra që ne ti paguajmë në dorë në fillim? Nga enti banesave Tiranë bët fjalë, se jo nga Fieri. E kuptova, dakord. Atëherë, të adresojmë të, është një pyetje shumë e drejtë që ju e bëni dhe sigurisht pranaj janë banesat sociale, se po të kishin këto familje që ka nevojë për banesa sociale 2-3 milion lekë në dorë, nuk do kërkonin banesë sociale. Atëherë unë s'kisha, dëgjoj të lutem pak. Po. Unë nuk kisha nevojë fare që të veja dhe kam 6 vjet në derë të bashkisë. Sa unë jam bërë punojsa aty, imagjino ditë për ditë. Shumë e drejtë. Atëherë, okay. Unë duhet të kërkoj të luftë në bashki deri në këto momente, ndërkohë që ata të nxjerrin domethënë në këtë moment gjëra të tjera. Okej, shumë dakord, duhet ishte sqaruar paktën që në fillim ju me drejt thoni, enti kombëtar i banesave, të falenderoj shumë zonjë për telefonatën, duhet na sqaroj këtë pse banesat sociale, pra edhe a mund të zgjidhet, se ndoshta pse mund na e thon kollaj, pa do të zgjidhet sepse nëse paguajnë 2-3 milion lekë, e thon të drejtën 70% e familjeve shqiptare nuk i kanë 2-3 milion lekë në shtëpi dhe e kanë vështirë të gjejnë 2-3 milion lekë. Edhe sikur borxh ti marrin sot nuk të jep kush kollaj borxh. Pra ndoshta duhet gjetur një zgjidhje. Atja u mbajnë me kësë ka garanci tjera që mund kërkohen. Pra nëse është kjo garancia 3 milion lekë për një banesë që mund të kushtoj 50.000 euro, unë nuk e kuptoj se ku është garancia pra me 3 milion lekë. Nuk e di se çfarë shpjegimi mund të japin apo zgjidhje, por sigurisht enti banesave është i lutur na e shpjegoj dhe sigurisht është një çështje mjaft e rëndësishme kjo që ngriti zonja. Përveç historisë, pra që thamë, pra nga 1575 përfitojnë banesa sociale në Fier, pra imagjinojnë sa është problemi i strehimit në Fier, ashtu siç edhe në gjithë qytetet e tjera. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mëngjes, zonjë. Përshëndetje, jam Marizoja nga Dibra, për ati invalidi. Që mund bëjmë, ose mund komunikojmë më vonë. Okej, të lutem se kam një përgjigje për ty, por mos ta themi publikisht, qëndron linj me numrin tim telefoni dhe më merr pak më vonë që ta them se sigurisht është një përgjigje që është shumë e ngushtë dhe sigurisht nuk ka nevojë të bëhet publike. Okej. Okej, do të presim tjetër telefonat në këtë momente. Alo, mëngjes. Okej. Mirë, do të vazhdojmë të komunikojmë sa të edhe zonja të komunikojmë me regjinë për numrin e telefonit, ndërkohë që ne do të vijojmë me telefonata tjera. Alo, mëngjes. Alo. Mirë mëngjes. Na lidhi çik me gazetarin. Drejt për drejtë jemi. Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Alo. Po. Të përshëndes. Faleminderit. Jam në Elbasani. Po. Në Elbasanit pasim qëmë të laikut vetëm me ndytjen e ambientit. Pse? Qa ka ndodhur? Tani, arsye që ndronë sepse ne kemi lënë fillit, na jugu, na vjen ajri i ndytur na... Po? Kam në fund qytetit, kam bërë lanë fillin. Një pisluku bath, ajri ndytur, vinit ju gazetar ta verifikoni. Pra, ju jeni të shqetësuar për ndotjen që vjen nga landfilli, pra nga vendi ku depozitohen gjithë plerat e Elbasanit. Po. Okej. Po, plus asaj, edhe metallurgjia, gjitha fabrikat në... Po, përveç kësaj, pra ju është shtuar, përveç ndotjes historike që ka Elbasani, po. Përveç ndotjes historike që ka Elbasani, tani është shtuar edhe ndotja, pra, e zotërja, se ndoshta ka edhe emocione, ka vështirësi, ta shpjegoj, e falenderoj për telefonatën, po thot, e falenderoj shumë për telefonatën, po thot, që landfilli i ndërtuar për gjithë mbetjet e Elbasanit, krijon probleme për zonën fundore të qytetit, ku është pranë landfillit, sepse
era, tani ose nuk është izoluar mirë, apo ka një problem ndoshta duhet zgjedhur se u tha që do të jetë një teknologji e lartë, etj, histori të cilat sigurisht nuk mund t'i themi ne, nuk mund t'i verifikojmë ne, po zotëria po thot, era na vjen e gjitha në shtëpi dhe po na ndot. Përveç faktit që kanë metalurgjikun e historinë e ndotjes madhe të Elbasanit, tani ushtohet edhe kjo e plerave. Okej, mirë, gazetarët në Elbasan sigurisht mund ta verifikojnë këtë gjë dhe mund ta shohin si mundësi pra adresimi të zgjidhjes nga ana e institucioneve. Si do të zgjidhet, pra si do të menaxhohet ky landfill dhe si do të shmanget ndotja. Se njëjtin problem kemi në Sharr, në fund të kombinatit, banorët nuk hapin dot dritaret, nuk jetojnë dot normal, sepse është erë e madhe, është pislek i madh në këtë zonë. Kështu që është shumë e rëndësishme të ketë një vëmendje ndaj këtyre fenomeneve dhe të jepet zgjidhje ndonjëherë se tani njerëz do të jetojnë. Tani për hir të landfillit dhe parave që hidhen në to, nuk mund të largojmë qytetarët. Se justifikimi mund thotë, largohen ata që janë Sharr, mos rrinë afër landfillit. Po ku të shkojnë? Pra nuk do të heqim qytetarët për hir të fitimit landfillit, xhepit, mbetjeva, ku dëgjon me radhë. Janë qytetarët parët, pastaj janë landfillet e mbetjet e tjerë. Gjejnë zgjidhje, shteti ka mundësi të gjejë zgjidhje. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak, mos u largoni, qëndroni me ne, është gjithmonë ora juaj. Ora 8:00 miq, do të jemi edhe për shumë minuta së bashku për të adresuar problemet tuaja në 04 23 44 720 dhe në 069 670 24. Mirë presim me telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Patrik, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Urime. Faleminderit shumë. Me drejtsinë shqiptare e kam. Po patjetër, drejtsinë e kemi të gjithë, po vetëm nëse të ndrojmë edhe emrin pak në fakt. Po nuk e dim, a do ketë ndonjë drejtësi në Shqipëri? Pikpyetje e madhe. I kam bërë një letër ministrit drejtësisë, gjykatës lartë, prokurorisë përgjithshme, për çudi nga gjykata e lartë që unë kërkoja përgjigje, nuk më shkruaj përgjigje. Problemin e kam me masakrën e 3 fish që është bërë në ujtëtot ullor. Po. Mbasi kanë marrë dënimin të merituar, jo, po dënimin ashtu si e kanë ligjet tona, ata 2 kriminelt kanë bërë kërkesë në gjykatën e lartë. Dhe për çudi në datën 6/10/2016, dosja ka mbritur në gjykatën e lartë dhe për 4 muaj gjysmë 5 muaj dosja është pa nga dhoma e Këshillimit e ka kaluar për gjykim. Unë para ca vitesh kam patur një gjyk për shpërblim page dhe u vonova 3 vjet në gjykatën e lartë. Ndërsa për këta kriminal të nisen nga shtëpia, të armatosur, me makinë, pa dokumenta, në mes të ditës të vetëm të vrasin 3 viktima të pafajshme. Dhe tu kalojnë dosja kaq shpejt, kjo tregon ashiqare fare që këtu është paguar para, që dosjat kalojnë shpejt në gjykat në dhomën e Këshillimit, tu bëhet gjyki që këtyre të krijohet premisa për lehtësim dënimi. Po, sepse rekursi prandaj është bërë në gjykatë lartë, apo jo? Po, tani unë i bëj apel kryetarit gjykatës lartë. I bëj apel atyre gjykatësve që ashtu. Mos u bëni ortak me parat e krimit. Mos jeni bashkëfajtor bashkë me kriminal. Mos kërkoni të lehtësoni mëkatet që kanë bërë ata, se mëkatet që kanë bërë ata nuk i lajnë dot. As lumi, as deti, as oqeani. Ata janë të dënuar nga shpirtat e atyre 3 viktimave që kanë vrarë atë të pafajshëm. Qartë. Dhe u them edhe një herë këtyre të gjykatës lartë. Mos u bëni bashkëortak me ta, se një ditë mëkatet e tyre do t'i paguani ju. Qartë. Në fakt, ju thatë, pra, keni pasur një gjyqje dhe fakt kjo është problemi. Gjykata lartë ka probleme me strukturën, pra, me trupën gjykuese, dhe në fakt është shumë e çuditshme, me drejtë ngreni pikpyetjen, nuk, pra, ne kemi kërkuar një informacion zyrtar, edhe për rastin, sepse ne kemi komunikuar bashkë për te komunikimit live këtu, dhe në fakt, unë kam kërkuar dhe do të vazhdoj të kërkoj një informacion. Me që procedurë, pra, bëhet shqyrtimi një çështje, qoftë kjo,
siç është rasti konkret, apo një çështje tjetër që ka 3-4 vjet që pret në dyert e gjykatës lartë për të shërtuar, dhe pse ky nxitim, me që është ky dyshim i ngritur prej jush, pra prej familjarëve të viktimave, të cilët kanë ata drejtën e barabartë për të marrë informacion dhe për të pasur drejtësi lidhur me këtë çështje. Të paktën këtë po kërkoni, drejtësi. Mirë jetët që sigurisht është drama më e madhe që mund të ndodhë një familje, por të paktën të merrni drejtësi. Kjo është ajo më e paktë që po kërkoni, apo jo? Ajo është. Okej, atëherë edhe unë e kam apelin për gjykatën e lartë të jap një sqarim dhe të sqaroj të gjitha palët në këtë rast pse është bërë me procedurë ka shpejtuar kjo çështje, dhe ndërkohë që cila është procedura që ndiqet, nëse në një çështje tjetër ka 3-4 vjet që presim për të shqyrtuar, sepse mungojnë 7 anëtar, pra ka mbetur vetëm 7 anëtar gjykata e lartë, pjesa tjetër mungojnë sepse u ka marruar mandati, çfarë ndodh, pra si mund të shqyrtohen të rastet e cilat janë mënyrat se si do të veprohet, sepse është një ngërç i madh funksionimi i gjykatës së lartë. E falenderoj shumë zotërin nga Vlora dhe sigurisht bashkohem në apelin e tij, të paktën për të sqaruar, për të dhënë informacion dhe sigurisht për të mos luajtur. Njerëzit kërkojnë barabart aksesin në drejtësi, edhe ata që janë të akuzuar dhe ata që akuzojnë në këtë rast, dhe është, pra kjo duhet garantuar nga drejtësia dhe nga gjykata e lartë në këtë rast. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Kisha një problemin tim me endin kombëtar të banesave. Po. Jam një qytetar nga Tirana, kam 20 sa vjet që i paguaj endën kombëtar, por unë kam një banesi është braktis dikur nga 19 që i kanë ato jashtëre do braktis dhe kjo njëri në gjysëm. Pastaj erën 10 familje dhe nërtu 10 në këte banesën, pastaj mas kalimit kohës, pas nga 5 vete erën një firmë dhe e boni 6 katë. Neve na patën caktuar 12 milion lek për pagu, dhe 850.000 lek nga e caktun direkt me vendor. Pastaj nga caktun një kotë. Po, dakor. Mas kalimit kohës, na i hoqen si pas 3, na i hoqen 5 milion lek. Nja 5 vjeta, ma shumë. Pastaj, eri i qeveri tjetër edhe, jo fanë do të i pagu se i kena dhanë gabimisht. I kena dhanë gabimisht. Të shi, unë jam moshën rrës 60 vjeç, i smurja. A sa kohë ja u korrigjuan këtë punën e pagesës? Qa fletëm në mas 5 vjetëve ma shumë, në thënë jo, është bën gabim. Unë e kam në dokument, që në kanë dhënë firmën që janë hek 5 milion, e kam në dokument. Firmosur vetë nga to, të shi përsëri, thënë jo, ndaj të edhe unë dhe shdoa të paguj, shkina qatë bësha, se gati për i marosha, unë jam rrës 60, unë i smur jam me zemër, dhe jam drejtim vdekës, o rëzik që s'kam për t'i marru, ka për vdekës, s'kam për t'i pagu këtë lek. Ku është këtë objekti, se kjo është problem për gjitha familjet, apo jo, për 10 familje që jeni në këtë objekt? Po dikush i pagujtë në atë fillim, ja lek kesh në dorë dhe e mylli, si me thonë, kurse dikush kur s'kishte... Po mirë, se kjo gabimi që është bërë, për çfarë arsye, pra, si është bërë gabim nga një enti banesave, kush e ka bërë gabimin? Atë nuk e di kush e bërë, andaj bënin ata që 5 milion lek jo ka hek sirit pas 3. Edhe ne vazhdu. Po pra, sepse ata që janë në listën e pas 3-ve, kanë këto përfitimet, pra bonuset e përfitimit dhe i binte me këtë, tani është thënë që kjo është bërë gabim, pra kjo llogaritja dhe kjo 5 milion që është bërë gabim dhe ju kërkohet ju ta paguani përsëri. Na kërkuan kur shkon për pagu kesin, atje tha, jo, ja do i paguani dhe këto se është bërë gabimisht se është marrë me vendim të rregullt në atë kohë. Ky madje kishte kaluar më shumë se 5 vjeta, 10-7 vjeta se më mendoj. Ku ndodhet objekti, lutem? Ku jeton? Në Tiranë, rruga Njazimeka. Rruga Njazimeka, okej. Të lutem, qëndroni lind, kemi numër telefoni, ta ndjekim si rast, se më duket interesant për të sqaruar, për të trajtuar. Nuk është vetëm fati një familje, por disa familjeve të cilat sigurisht në pamundësi për të siguruar një objekt jetese, janë përshtatur në ato ku janë, dhe sigurisht shteti ka ndjekur procedurat në rregull, edhe ata kanë zbatuar procedurat e rregullit. Po nuk mund të ndryshohen rregullat e lojës për gabimet që bën, se tani nëse ka bërë gabimin shteti, çfarë ka qytetari që ka menduar se i ka marruar punën dhe detyrimet. Kështu që është shumë e rëndësishme në fakt të shteti në këtë rast të bëj transparencën e duhur dhe këtyre qytetarëve të shpjegohet se gabimi, ai që ka bërë gabimin të paguaj, pse të paguaj qytetari, se qytetari ka mbyllur hesabin tani. Kujtohemi mas 5 vitesh themi që prit më falur se kam falur 5 milion lek gabimisht. Jo, nuk mund të funksionojnë kështu. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, zonjë, përshëndetje. Nga Korça ju flas sot. Problemi im është ky. Unë jam lidhur me kablorin, televizionin, e kam të lidhur me kablorin e Korçës. Mirë po ka kohë, ka gati 2 javë
që figura në stacionin tuaj nuk na vjen në mëngjes, vjen e prishur, nuk ju shikojmë, zërin u dëgjojmë, të drejtën. Po figurën jo, dhe figura vjen kur fillon emisioni si të gatuaj me zotin Petrit. Nuk e kuptoj këtë, pse ndos kjo gjë? Është e përditshme kjo. E kam telefonuar televizionit dhe më thonë shiko televizorin. Për çfarë ti shikoj televizorit unë më zotri? Jo, drejt. Okej, atëherë unë të falenderoj sepse kjo na ndihmon edhe ne ta shpjegojmë arsyeën, sigurisht drejtuesit teknik të televizionit, pra përgjegjësit teknik të interesohen dhe sigurisht të marrin kontakt me kompaninë kablore që ka televizionin kablor në Korçë dhe të shohin se çfarë arsye ka që 2 orët e emisionit ora juaj nuk shikohen, vetëm dëgjohen. Tani sigurisht t'i japi një zgjidhje dhe nëse e transmetojnë, nëse transmetojnë, t'ju japin qytetarëve sqarimet sepse nuk transmetohet. Okej, falenderoj shumë zonjën, absolutisht na ndihmon kjo pjesë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëse, përshëndetje. Klasna Dursi. Po, me kënaqësi. Kam qenë ish punonjës i Telekomit. Po. Në vitin 2010 na nxorën në reformë. Edhe morëm ato rregullat shtesa si janë, mirë, po ne jemi dhe aksioner, unë jam dhe aksioner si gjithë të tjerët punonjësit. Po. Vajtëm 10 vjet nuk kemi asnjë njoftim nga Telekomi, absolutisht asnjë gjë, jemi regjistruar në QFR në të gjitha. Janë disa qytetarë që kanë marrë dhe unë jam në kontakt me paktën me një 30 prej kolegëve tuaj që kanë punuar në Al Telekom dhe kanë paguar, nuk e di, 3 milion lekë, sa ka qenë ajo pagesa që keni bërë për aksione? Sipas mundësive, dakor. Po. Dhe unë dua të bëj një pyetje se dakor Al Telekomi nuk u ka dhënë asnjë sqarim. Shteti që ka qenë garanti, sepse shteti ju mori ju dhe u futi në privatizim, apo jo? Ka qenë në vendimi viti 2008 nga ana e qeverisë, atëherë ka qenë ministri Ridvan Bodë në mos gaboj që ka firmosur vendimin. Atëherë, çfarë ju thot shteti? Jeni interesuar se unë kam kërkuar kontakt me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministrinë e Financave për të pyetur lidhur me këtë çështje. Çfarë nuk u ka thënë asnjë lloj shpjegimi, pra keni gati 10 vjet që nuk merrni asnjë lloj shpjegimi nga shteti. Absolutisht asnjë gjë. Në Telekom kemi vajtur, nuk është puna tona, kanë thënë, edhe kaq. Në fakt Telekomi në këtë rast është një dediku me drejtën, sepse në fundit ju ka qenë shteti ai që ju ka kërkuar pra dhe ju ka dhënë mundësinë për të qenë aksioner dhe keni paguar lekët, ju lekët e keni paguar shtetit apo jo? Po, letrat me vlerë, po. Po mirë, lekë se tani me vlerë pa vlerë, dimi historinë e letrave me vlerë, po për ju janë lekë. Dhe sigurisht janë aksione të blera, se kështu funksionon. Edhe këta që kanë sot bizneset të mëdha me letra me vlerë i kanë blerë dhe sot janë sigurisht biznesmenët më të mëdhenj në këtë vend. Ju kuptoj. Unë flas për pjesën time. Qartë, e kuptoj. Okej, atëherë, të falenderoj shumë sepse është një tjetër kontribut që vjen në këtë kuadër. Pra, atëherë, Ministria e Financave dhe Ministria e Ekonomisë ne kemi kërkuar dhe sigurisht shpresojmë të kemi një kontakt shumë shpejt me këto institucione, të japi një sqarim këtyre njerëzve. Me drejt, sigurisht ta shkojnë në pyesin të Al Telekomi, sepse ndjehen pronar pak, aq sa ndjehen të Al Telekomit. Por problemi është se Al Telekomi nuk i njeh dhe as nuk i merr në konsiderat, sepse thotë ju e keni punën me shtetin. Shteti jo vetëm që nuk i ka zgjidhur problemin dhe nuk u ka dhënë pra sqarime, por as nuk u kthen përgjigje. Pra kanë 10 vjet, mos më shumë, që kërkojnë përgjigje dhe nuk marrin. As nga ministria, as nga institucionet e privatizimit, pra që janë to që kanë qenë pjesë e procesit privatizimit Al Telekomit. Tani këta qytetarë, ju do thoni, kanë paguar letra me vlerë që nësi ka. Janë lekët e tyre, janë kontributit tyre dhe njerëz që kanë ndërtuar djersën në këto institucione. Dhe absolutisht është në drejt çdo lloj ligji, çdo lloj gjykate do t'ju jepte drejt nëse do të shkonin, se sigurisht janë edhe organizuar me idenë për ta hedhur edhe në gjyqjet ndërkombëtare pra çështjen dhe sigurisht fitojnë dhe janë pastaj do të jetë i detyruar shteti bashkë me kompaninë që t'i kompensojë këta qytetarë për gjithë aksionet të cilat sigurisht janë rritur që nga 2010-a, 2008-a një pjesë e tjerë dhe sigurisht kanë tjera pra ato 3 milion që sot nuk janë 3 milion, janë më shumë, por ata nuk marrin asgjë. Dhe është një sfidë e madhe që ka shteti për t'i sqaruar këta njerëz. Dhe bëhet fjalë për goxha njerëz, pra paktën për një 300 veta të cilët janë pjesë e këtij procesit privatizimit të Al Telekomit. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se. Zoti Patrik, jam me Flutra ajo Shkodrania. Po. Ti flas nga Tirana. Po. Flutra. Po.
Unë desha me të vundjeni, me datën kishim gjygjin që thash... Për çështjen Barbullushi, apo jo? Pa. Kishim gjygjin me datën 21... Për çështjen që gjyqtarja është gjithmonë me leje. Vazhdon me leje. Unë nuk e di ku të adresohem, ku të kërkoj këtë gjallë, se nuk ka as Këshilli të Lartë Drejtësisë, as Ministri Drejtësie, as kryetari... Ka qenë dikur një humor shkodran, drejtër, që thoshte... Tani më duket se është bo, veting, ku je? Nuk ma merr mendja, problemi është këto, përderisa gjykata sillet në këtë mënyrë me njerëzit, pse nuk e mbyllin fare, dhe kur të bëhet vetingu të hapet gjyqet. Edhe vjet, ta kam tregu, edhe vjet, ka nej 5 muj me leje, dhe shemjet që nga janari, ermen korrik, nes po bëjmë gjyq. E di kush është padrejtësia më e madhe në sistemin e drejtësisë? O, zoti Patrik, a ke mundësi, ju, si gazetar, si institucion popullor që jeni, a ke mundësi mu drejtu diku, ku mund të kërkoj unë këtë drejtësin që mbahet e pa drejt mu? Keni shumë të drejt, po absolutisht... A ke mundësi me bashkë të pytje? Marina Raboshta, gjykata apelit në Shkodër, kryetari i gjykatës Fuad Vjerdha. Të lutem shumë, nuk u shu Shqipëria për gjykatës. Jo, po, ajo që po mundohesh të thosha dhe sigurisht bashkë me apelin që keni ju për të adresuar. Problemi më i madh që ka drejtësia shqiptare, përveç korrupsionit që dihet ajo histori, kemi vonesën se drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Dhe ju kupto, të lënë me dyshu vetë çështja që në apel ka 3 vjet ky gjyq, a të lënë me dyshu duke marrë leje dhe duke marrë dosje tek që nuk ka korrupsion këtu? Qartë. Jo, absolutisht, prandaj po them, çdo vonesë... Pse nuk e shlon dosjen? Okej, ose ta mbyllin me drejt thoni, ose ta mbyllin dhe thoni, prit, për momentin nuk e shqyrtojmë dot, nuk do të ketë gjyq, sepse gjyqtarja e vetme që kemi në Shqipëri, është me leje dhe ka do probleme, e mbyllim, e lëmë e arkivojmë. Largoft keqe nasa është të smurë. Jo, se kam aty problemin. Problemi nuk është tek gjyqtarja person. Se të mbahet mu kjo pa drejtësi, për qatë, për një kapriqo të x personi. Qartë. Atëherë, vërtet është ajo që thoni ju, nuk është problemi të gjyqtarja, sa ajo mund të ketë vërtet hallë dhe nuk po e paragjykojmë në këtë rast. Por gjykata dhe zoti Vjerdha, kryetari i gjykatës së Shkodrës, gjykatës së apelit, tani kur e shef që historia po vazhdon gjatë, rihidhet një short dhe përcaktohet një tjetër trup gjykues dhe njeriu... Nuk ka vetëm dosja ime? Po pikërisht për gjitha dosjet po them. Kjo zoj, nuk ka vetëm dosjen time, ka plot dosje ndoshta. Dakor, atëherë. Të gjitha gjyqet, si mund t'i bllokojnë? Atëherë, unë vërtet... Të lutem, familja Barbullushi. E qartë e di historinë, është histori që nuk është se ka nevojë për prezantim, e din gjitha institucionet, por problemi është që institucionet duhet të dëgjojnë dhe të kuptojnë të që po ndodh. I kam shkruar në portal, nuk thejnë përgjigje. Dhe me thanë, janë dijeni. Por nuk kanë drejt urdhri për të nërhy. Pra ne po të nuk e di, ke mundësi... Zonja Flutra, të falenderoj, të lutem qëndron linjë, të kam pak numrin tuaj telefonit që ta komunikojmë dhe sigurisht të mundohemi interesojmë. Megjithatë do ta kërkojmë publik sqarimin e gjykatës së apelit në Shkodër, sepse problemi është shumë i thjeshtë. Tani, ne dim postulatin e famshëm, drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Dhe në këtë rast që histori, kjo dosja Barbullushi, tani kanë apo s'kan drejt, nuk mund ta themi dot ne tani, dhe sigurisht do ta thotë gjykata nesër. Por, nëse vazhdojmë të jemi për ta thënë nesër, kjo histori do mbetet pezull. Prandaj është shumë e rëndësishme. Nëse gjyqtarja që ka rënë shorti dhe s'ka asnjë lloj paragjykimi, ka probleme, ka është sëmur, ka arsye për cilat mungon në punën e saj në gjykat, gjykata e zgjidh problemin administrativisht me zonjën. Por, gjykata ka një detyrim të zgjidh problemin me drejtësinë për qytetarin dhe duhet vendosë se çfarë do të bëhet me dosjen X, Y, Z, që janë disa dosje, nuk është vetëm një. Dhe t'jap mundësinë qytetarëve të zhvillohen procese gjyqësore
mos të vazhdojnë të presin se tani ajo mund vazhdoj, ne urojmë mos ketë asnjë problem, po një gjyqtar mund vazhdoj pavonësisht të mungoj dhe dosja vazhdon të mos shqyrtohet. Prandaj është shumë e rëndësishme. I dashur kryetari i gjykatës së apelit në Shkodër, e dashur Ministria e Drejtësisë, i dashur Këshilli i Lartë i Drejtësisë që tashmë nuk funksionon më, po nëse institucionet drejtësisë të cilat po ndërtoheni, zgjidhni këtë problem. Ky është ngërçi më i madh i drejtësisë shqiptare. Ne nuk po themi ka drejt apo s'ka drejt familja Barbullushi. Ne po themi që ka drejtën e Zotit të marrë drejtësi dhe mos i vonohet procesi. Kaq. Ecim atë presim tjetër telefonata. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Ju përshëndes. Faleminderit. Ju përshëndes për emisionin. Faleminderit shumë. Dhe desha thjesht një farë sqarimit më jepnit, me që dëgjova parafolën për banesat sociale. Unë jetoj në Durrës dhe banesat sociale në Durrës do të jenë gjithmonë sociale, që të paguajnë qeran, apo në një të ardhme këto mund të privatizohen. Okej, në fakt është një pyetje se cila bashki vepron sipas mënyrës vet me sa di unë, pra kryet pagesave, pra bëhet fjalë për edhe për një mundësi blerje në fund pasi të paguar gjithë këto detyrime me sa di unë. Megjithatë, për të mos thënë një gjë, pra secila bashki ne do të marrim informacion nga në rastin konkret nga Bashkia e Durrësit. Pra banesat sociale do të vazhdojnë të jenë për qira gjithë jetën, apo do të pra në myllën e një shumë të caktuar, pra që është vënë vlera e banesës, të quhet e blerë, pastaj se paktën kështu ka funksionuar dikur, tani nuk e di si funksionon. Okej. Atëherë, faleminderit shumë zonjë, faleminderit dhe ftoj në fakt Bashkinë e Durrësit na jap të sqarimentin e banesave në Durrës, çfarë do ndodh banesat sociale, po edhe ato të Tiranës, se tani vërtet quhen banesa sociale, po marrin banesat sociale. I marrin dhe i kanë tyrat, apo thjesht i marrin dhe paguajnë qira dhe nuk do të quhen kurrë të tyrat. Pra, këtë dua të kuptoj. Me drejtë ngriti pyetjen zonja dhe sigurisht mund na ndihmojnë edhe specialistët e fushës. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirë se erdhët zonjë, përshëndetje. Alo? Po, ulani pak zërin televizorit se na krijon pak vështirësi në komunikim, të lutem. Po. Faleminderit shumë. Okej. Tani më mirë, dakor, mos e ulni krejt që ta dëgjoni edhe veten. Po. Zoti Patrik, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Ju marr nga Pogradeci, ju ka marrë dhe një tjetër. Po. Në pallatin ka qenë 176, tani është bërë 71. 176 si tek filmi, po. Si tek teatri. Ju lutem. Po? Ju lutem, kemi problem shumë të madh poshtë, kemi një restorant. Mbaruam në erat e këqija të gjellërave që bëhen. Fillo që në 6 mëngjesit deri në orën 2 mbasdite. Po. Po? Plus kësaj kemi një elektromotor në bodrum poshtë. Natë ditë vetëm punon. Jemi ankuar në bashki. Po? Kemi vajtur edhe në ata të si thonë shëndetit publik. Po, shëndetit publik. Kanë ardhur, e kanë parë tani, a marrin në një lek në dorë. A hanë në një drek, ata e din. Po ne këtu jemi pleq, jemi të sëmurë. Të lutem, Patrik, merë një masa ju, se ne nuk kemi në gjendje as sekundit. Dakor, ne besuam se sigurisht ky është problemi ngritur edhe një herë tjetër, të falenderoj shumë për telefonatën, besuam se instituti, se në fakt u tha që do shkojë dhe të verifikoheshin kushtet. Dhe jo vetëm për këtë lokal, po për gjitha lokalet cilat funksionojnë tani, se aq më tepër në sezonin turistik që fillojnë punojnë pak më shumë. Dhe e para një herë, Instituti i Shëndetit Publik ka detyrimin të verifikojë kushtet higjieno-sanitare dhe shëndetësore, pra se çfarë ndikimi ka në jetën e këtyre qytetarëve. Dhe kanë shkuar, e kanë verifikuar, por nuk kanë marrë asnjë mas. Bashkia nga ana tjetër, në bazë të këtyre dhënave që jep institucioni, ka detyrimin të detyrojë biznesin, në rastin konkret restorantin, pronarin e restorantit, që të marrë masat. Nuk po themi ta heqë, se tani biznes i cili mendon të zhvillojë biznesin. Por çdo biznes që kryet në ambiente publike, banimi, duhet të plotësojë standarde. Dhe standardet janë mos jau cënoj, se tani nuk do rrinë gjithkohën me erat e me tymrin e me gjitha të avull që krijohet dhe krijohen probleme sigurisht. Ka
masa të rëndësishme ka kushtet cilat duhet të respektohen. Dhe Bashkia e Pogradecit, Institutit Shëndetit Publik në Pogradec apo në Korç, ku është rajonali, të shkojnë dhe të verifikojnë rastin dhe shumë raste tjera. Ky është një problem që për qytetarët dhe për banorët është i domosdoshëm për të zgjidhur. Falenderoj shumë. Megjithatë edhe mediat sigurisht në Pogradec është pak vështirë për shkak të mospranisë me gazetarë të televizioneve apo të mediave, por sigurisht edhe televizioni lokal mund të luajë rolin e vet në këtë rast. Ecëm më tej presim tjetër telefonata. Mëngjes. Mëngjes Patrik. Mirë se erdhët, përshëndetje, faleminderit. Mirë, jam Alketi nga Fieri. Po. Jam nip në Karbonar të Vlorës, në grykën e lumit Vjosës që... Po. Alo? Okej, ose mbaruan kreditet apo nuk e di se ç'pati, po e humbi komunikimin, gjatë shpresojmë që Alketi nga Fieri nip në Karbonar të marrë dhe të komunikojë me ne. Presim tjetër telefonata. Alo, mëngjes. Mëngjes, përshëndetje zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Dëgjova sot një shkrimin e ditës në gazetat që Bashkimi Evropian kërkohet të nisi reforma në drejtësi direkt nga kryeprokurori i përgjithshëm. Përse Bashkimi Evropian nuk e bën kërkesën që të nisi herën e parë nga kryeministri i vendit që ka pat deklaruar para disa vitesh, 3-4 vjet, që kanë vetëm 3.000 euro në llogarinë bankare. A mund të bëhet me 3.000 euro vilet në Sorrel? Por e kërkojnë direkt ke prokurori i përgjithshëm, sepse aty janë dosjet dhe të gjitha zonat dhe faktet, dhe për t'i kërcënuar këto që të mbyllen ose të digjet të shfarosen këto zona dhe këto fakte. Mirë, shko, Bashkimi Evropian, më falë që po ndërhyj, po për ta shpjeguar. E ka fjalën për atë proces që është ndërtuar. Pra, reforma në drejtësi është një proces që është ndërtuar. Ne nuk kemi akoma një veting për politikën, sepse janë politikanët ata që vendosin, apo jo, dhe nuk kanë vendosur për një veting për veten, me sa di unë. Pikrisht, pra, se këto janë që ndryshojnë ligjet, edhe u hapin pastaj rrugët të gjithë masakrave që bëhen, edhe atë shkojnë jam shtesin prokurorit. Më mirë, dakord se edhe prokurori nuk duhet përjashtuar, por ju ajo që po mundoni të thoni sigurisht është që të ketë një proces për të gjithë barabartë, edhe për politikën edhe për drejtësinë. Pikrisht, po hëna e parë për politikën. Qartë. Kjo në dyshim shumë i madh dhe mua më vjen shumë tronditse dhe nuk e di se si mos shprehni. Okej. Po kjo si është prehë. Drejt. Okej, po megjithatë, Bashkimi Evropian është një institucion që flet mbi atë që është institucionale. Në këtë rast, ju sigurisht e keni edhe me pjesën e brendshme me politikën. Pra, flet për atë çfarë ka vendosur Parlamenti shqiptar pra për të ngritur një strukturë për reformimin e drejtësisë në Shqipëri, për vetingun, për pasurinë e tjerë. Nuk kur ta ngrejmë një strukturë edhe për sigurisht besoj se edhe Bashkimi Evropian do ta thotë fjalën e vet edhe kur vi rradha për politikën, patjetër. Falenderoj shumë zotrin. Po. Okej. Mirë, faleminderit, përshëndes, uroj ditë të mbar. Faleminderit për telefonatën, ndërkohë që ne do të shkëputemi vetëm për pak momente publicitet, do të rikthehemi përsëri në komunikimin tonë për disa minuta, ndërkohë që në Channel One do të vazhdoj programi me edicionin e lajmeve, kujtojmë edhe një herë, pra për gjithë ata që po na ndjekin, është pra ndryshuar kanali në cilin transmeton televizioni Channel One për shkak të transmetimeve numerike, pra që po kryen nga Autoriteti i Mediave Audiovizive në Shqipëri, dhe nga kanali 68 është në kanalin 51. Bëni kërkim automatik, është shumë e thjeshtë, gjeni shumë kollaj Channel One. Ndërkohë, ne mbetemi në Ora News në Radio Ora dhe për pak minuta në vijim. Mos u largoni. Do t'jemi për 6 minuta dhe fundin së bashku miq, do mundohemi të presim 2 ose 3 telefonatat që do të kemi në linjë në këtë momentet, presim pa humbur kohë telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik, Alketi jam prapë nga Fieri. Okej, me kënaqësi se më erdhi keq që humbet linjën, po. Jo, jam në hall të madh se siç të thash, atje ka më dëgjon. Po, ju dëgjoj shumë mirë. Atje ka çatoka nëna ime nga babai. Dhe vjet atje, unë nuk e di, nuk jam i sakt, po derisa televizioni fliste, është mbjell drogë, është bërë shumë,
Kupton dhe kam frikë dhe si vjetë po përgatitën për të mbjell prap drogë. Problemi im që ndronë këtu. Dua të di këto toka që i kanë marrë gjyshërit tanë. Ku mund t'i gjej letra atu që t'i vijem atë pjesë që i takon në nërstime, t'i vë një gardje, mos t'futet njeri që këta nesër mos më nxjerrin mua, që s'kam buk të hanë në shtëpi, të më nxjerrin mua baron droge. Pra, ndjenin tuaj, këto prona janë njohur, familjes dhe i ka marrë me dokumenta. I ka me dokumenta apo si ka? Familja. Ata dajot e mi që fola njeri, njeri që fola më tha që nuk letrat janë në Tiranë, po a këta i kanë zënë tokat e tyre. E ke parasysh, nuk më lën që të lëviz, më nxjerrin probleme. Tani unë dua të di ku mund t'i gjej. Janë në komunë, janë në Vlorë, apo janë në Tiranë. Pra, duhet filluar nga njësia administrative, ku është kadastra, për të kuptuar gjendjen në kadastrën që ka komuna, pastaj në prefekturë, që është prefektura e Vlorës, besoj, i mbulon, dhe pastaj, masit keni bërë gjithë të verifikime, duhet i drejtoheni Agjencisë Trajtimit Pronave, që është në Tiranë, ku të kërkoni pra njohjen e kësaj prona, apo pra t'ja njohë të drejten e pronësisë. Ndjenin tuaj nuk janë të zona, nuk janë shtet, nuk kanë investim, nuk i kanë ndarë me 7501-shin, si pas asaj që keni ju si informacion? Shiko, ata dajo që jetojnë atje, i kanë marrë tokat e tyre, i kanë mbjellë. Dhe kanë atje kur pash këte nga Poqemi, për balë Poqemi, ku është ato stranta, ishin dhe shumë toka të hapura në mes të drizave, të shkureve, ke parasysh dhe të shoj që atje po përgatitet për të mbjellë. Oke, mirë, pra prandaj po them, nëse s'janë ndarë me 7501-shin dhe nuk janë tokat zëna, pra nuk konsiderohen shtet. Nuk janë ndarë me. Atëherë, bëni këtë procedurë, kërkoni e para një herë kadastrën në njësinë administrative, pra ish komunën, po e quajmë kështu, pastaj në prefekturë ku është bërë, pra ku janë edhe gjithë titujt e pronësisë dhe çfarë ndodh me çfarë statusi ka prona, pastaj në Agjencinë e Trajtimit Pronave duhet bëni aplikimin për kthim prone. Faleminderit shumë Alket, të përshëndes, uroj të gjesh zgjidhje, pak vështirë kjo historia e pronave në Shqipëri, por sigurisht procedura është pak e stërgjatur dhe sigurisht aplikimet për një pjesë ndoshta dajot i kanë bërë me kohë aplikimin për pronën. Ndërkohë që ne ecim më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjesi. Mirë se erdhët, përshëndetje. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Patrik. Po, ulja pak zërin televizorit se na jehon zëri juaj, nuk e di pse. Po. Okej. O Patrik. Po. Unë kam dashme jo morë disa herë me fjalë, po nuk këtu Shqipëri nuk ka të qi. Kam pas një dyqan Bazar 3. Po. Me letra, me dokumente të rregullt që me pesi 391, i 1991. Me lejnë ndërtimi, tokë e mbleva shtetit, e me gjitha. Ta që aty në hipotek, këto njerëzit në fjalë të këtyre me fjalë që ju interesonin në e pronë, i kishin ngris fletët. Si kanë ngrisur fletët? Më falë, se kjo është vepër penale, në qoftë se janë ngrisur dokumentat e një pronësie në hipotek, është vepër penale, më falë. Kush ka pasur interes t'i gris? Ma thoni pak, se duhet jemi transparent. Sepse nuk është rasti parë që për dyqanet kanë pasur... Po? Unë pa të shku ke kjo detori i Lilian Muha, ke kjo shefi madhë. Po? Unë pa të anku. Unë pa të anku në binde përgjigje me thonë të shpje fjallë që nuk e pronë. Ja të isha pronë në letrat me fjallë, me vërët i prosie, me lejë ndërtimi, me kështu me... Dakord, kjo pjesa dakord, po çfarë ka ndodhur me dyqanet? Se në dhjenin time kanë qenë pjesë e projektit për të rikonstruktuar në pazarin e ri dhe për të rikthyer në gjendje pra edhe një herë biznesi siç i keni pasur ju. Po çfarë ka ndodhur? Me sa di unë nuk e keni marrë më, pa janë prishur dhe s'keni marrë as kompensim për to. Tashi, jo që s'kemi marrë, i pëta cu dhe letër Ministrit Drejtësisë, Ylli Manjani që ishte la po. I pëta cu letër, i edhe përgjigja që ke regjistrimi themeltar i pronës aty në hipotek. Po. Ke regjistrimi themeltar është fleta e grisur dhe e falsifikuar. Ishte la Ministrisë. Po. Me të letër shkove qonë pregori. Po. E qonë pregoria jo për s'ka vepër penale për njërë tjetërën, pregoria. Qartë. S'ka vepër penale, pra është grisur prona, se nuk është grisur vetëm një letër, është grisur prona, edhe nuk ka vepër penale, pra, nuk kryen asetim. Edhe nuk ka vepër penale.
Megjithatë, këto tash kur u bë kjo në pazartri kjo, rikonstruksioni, kur u bë pazartri, mua më prishën të parin, se më tha ti s'ke diçka këtu. Ora kam letën, kështu na vjen nga hipoteka. Në fakt, kjo ka ndodhur për gjithë, kam përshtypjen bëhet fjalë për dyqanet që kanë qenë tek sot ku është afër markata e peshkut, pra nëse jam okay. Dhe çfarë ka ndodhur pra? U tha se unë paktën kështu e kam ndjekur rastin dhe edhe raste tjera. U tha që do të detyroheshin pra për të bërë pjesë e rikonstruksionit, që të mos dilin ndryshe nga tjeret, shumë mirë, dakord, dhe do të njihet drejta pronësisë. Po çfarë ndodhi? Asnjë prej këtyre dyqaneve nuk ekziston më, apo jo? Nuk ekziston, po i ka sjellë me fjalë bashkia e hipoteka, sjellë si në përgjigje me fjalë që ti ke vetëm 10 metra, 14 metra trull, jo diqon. Ora i çështja letrat. Qartë. Po kjo e thoshë kjo dhe ndërtimit e kuriozitë. Okej. Nëse si përfundimi udhën gjyqje, fitova gjyqje për me regjistruar pronën. Po. Udhën gjyqje. Tash ngren këto juristat. Po. E hipotekës, është një shkodron që nuk e di emrin, dhe një shadije, ato juristat e hipotekës, me fitova gjyqje për të me detru hipotekën për me regjistru, me thonë të që më stajnë, angimojmë, në duon, i milioni gjysë njëri, i milioni gjysë tjeri. Ja u provua do t'ja u keni regjistruar këtë gjë, apo s'mundet? E regjistruar do t'ja u provoni do t'ta akuzë? Po jo, se nuk e zonë, nuk e o bërë, se më dyre me fjallë, ka bërë atim dhe atyre. Okej, dakord, shumë dakord. Shumë dakord. Atëherë, kjo është një histori, dakord. Kjo është një histori vërtet shumë e rëndë, nëse është kështu, se jemi në limite dhe unë e falenderoj shumë zotërinë, por problemi është këtu. Ka, pra, prokuroria thotë s'ka vepër penale ku janë ngrisur pronat në hipotekë. Tani më vepër penale sa kaq për shqiptar nuk ka. Me u marr pronën, me u zhduk. Dhe sigurisht për interesa të tjera të cilat i dim në historinë që trajtoi zotëria, pra sigurisht pastaj ka mbetur edhe pa pronë, por nuk i njihet as drejta e kompensimit, pra me heqjen e dokumentit nga hipoteka, pra nuk merr as kompensim asnjë lloj të drejtë lidhur me pronën që e ka blerë në 91-shin si tradh zotëria. Faleminderit gjithë ju që telefonuat, ju përshëndes, uroj ditë të mbar. Qëndroni me Ora News dhe me Radio Ora. Takohemi nesër.